Gjysh marë. Që si e marë gjysh? Ju nuk të lini as të vdesësh. Mishërimi i kësaj shprehjeje është pikërisht spoti i publikuar së fundmi nga kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, Edona Bilali. Ai ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, ku përdorimi i një skene dramatike nga spitali është konsideruar nga shumë ndjekës si i papërshtatshëm dhe emocionalisht manipulues. Në vend që të promovonte projektet për të ardhmen dhe vizionin për të çuar përpara vendin, Edona ka zgjedhur të fusë shqiptarët në sallën e reanimacionit. Në video në fjalë, aktori luan rolin e një pacienti të shtrirë në spital i cili me zë të dobët pyet mjeku nëse do të jetojë deri më 11 maj, data e zgjedhjeve vendore, për të mbajtur fjalën që i ka dhënë Edona Bilalit se do ta votojë. Mjeku i konfirmon se do të jetë gjallë atë ditë. Pacienti ngrihet me entuziazëm dhe i uron mandatin zonjës Bilali. Edhe regjisorët më të famshëm indian do i kishin zili këtë krijimtari. Ky spot është përballur me kritika të shumta në rrjet, ku përdoruesit e kanë cilësuar si teatër pa vend apo fantazi çyryk. Ndërkohë, disa mbështetës të Bilalit e kanë mbrojtur videon si një formë kreative për të nxjerrë në pa vendosmërinë për të votuar dhe besimin ndaj kandidates. Shkodra është mbajtur gjithmonë në vendin e parë për humorin dhe vlerat e larta të humanizmit e qytetarisë, por këtë radhë shkëlqeu.